Draft ligji për arsim të lartë mbetet njëra nga çështjet më të rëndësishme, çështje të cilën Ministri i Arsimit Vesna Janevska e arsyeton dhe e mbron në çdo paraqitje publike, ndonse ditë më parë tha se draft ligji i përmirësuar të premten do të publikohet në Ener. Sot deklaroi se ligji i qasshëm për publikun do të jetë nga e hëna dhe më pastaj i njëjti do të shkojë në procedurë qeveritare. Janevska tha se janë pranuar numër i madh i vërejtjeve të cilat sipas saj kanë qenë konstruktive. Kemi pranuar shumë vërejtje të cilat kemi vlerësuar se janë konstruktive, diku kemi bërë edhe lëshime të mëdha, pavarësisht është lëshim teknik apo edhe më i përgjithshëm. Kemi pranuar një punim më pak për magjistraturë, një punim më pak për doktoraturë, e ulëm garancim bankare për privatët, kriteret të reja siç kërkuan për realizimin e ciklit të tretë, po edhe shumë vërejtje të tjera kemi pranuar. E pyetur nga televizioni Shenja, Janevska tregoi se është e sigurt që edhe pas rikonstruimit të qeverisë do të vazhdojë të mbetet ministre e arsimit. Tha se një vendim i tillë i takon kryeministrit, por u shpreh e sigurt se në përditshmëri punon për zhvillimin e shtetit. Është mandatari, respektivisht kryeministri e propozon qeverin, partia ka strukturat e saja që me vëmendje ndjekin edhe punojnë në të mirë të shtetit dhe propozojnë funksione të caktuara. Nuk varet vetëm nga unë ose as pak nga unë, a do të më ndryshojnë ose jo. Ndonse nuk është e sigurt për pozitën e saj si ministre, Janevska e sigurt është që ligji për arsim të lartë do të kaloj filtrin e qeverisë, po edhe do të miratohet në kuvent, ndërkaq që është kryeministri Mickovski ai që ka paralajmëruar se në mes të muajit maj dhe qershor do të ketë rikonstruim në qeveri dhe nga pozitat ministrore do të largohen ministrat të caktuar pa përmendur emra konkret.